Prokuroria themelore në Gjakov ka kërkuar paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasjen në Malishev. Sipas njoftimit, i dyshuari kishte shkuar të merrte gruan dhe fëmijët, ku më pas fjaloset me dy vëllezërit si pasojë e dhunës që ai ushtronte ndaj gruas. Komunikata Gjakov 7 nëntor 2025. Prokuroria themelore në Gjakov, Departamenti për krime të rënda, njofton opinionin publik se ndaj të pandehurit me iniciale AI ka marrë akt vendim për fillimin e hetimit si dhe ka parashitur kërkesë në gjykatën themelore në Gjakov për caktimin e masës së paraburgimit në kohë zgjatje prej 30 ditësh, sipas kërkesës së prokurorisë ndër të tjera, ceket se ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri me iniciale AI më datë 6/11/2025, rreth orës 11:25 minuta, në fshatin Golobuc, komuna e Malishevës, me dashje ka privuar nga jeta tani të ndjerët, DM dhe NM, që të dy nga fshati Golobuc, komuna e Malishevës, në atë mënyrë që pandehuri si dhëndër i familjes së tani të ndjerëve DM dhe NM shko në vendin e cekur më lart tek shtëpia e të ndjerëve për ta marrë bashkëshorten Imo dhe fëmijët, e cila ndodhej tek familja e saj me rastin e varrimit të babait, e ku për këtë ceremoni varrimi kishin ardhur tani të ndjerët DM dhe NM, e si shkak i problemeve dhe dhunës u ushtruar ndaj motrës së tani të ndjerëve, gjatë largimit nga shtëpia e këtyre të fundit, në rrugë fillon një fjalosje në mes tyre e në moment kur dëshmitarja Im përshëndetet me nënën e saj e del jashtë dyerve të oborrit, në rrugë vëren të pandehurin, bashkëshortin e saj duke shtënë disa herë me armë të llojit pistolet TT në drejtim të vëllait të saj, tani të ndjerë DM, e më pas të shtënat po ashtu disa herë në drejtim të vëllait tjetër të saj, tani të ndjerë NM, të ndjerët DM dhe NM, nga plagët e marra në pjesë vitale të trupit, në besin të shtryer për tokë, i pandehuri hedh pistoletën dhe largohet në drejtim të panjohur, ndërsa viktima dërgohen në CKMF, Kiev, pa shenja jete, të nesërmen, i pandehuri arrestohet.